Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë në orët e para të mëngjesit tregun e fruta perimeve me pakicë në qytetin e Lushnjës, duke shkaktuar dëme të mëdha për tregtarët ambulant. Sipas informacioneve paraprake, flakët kanë rënë rreth orës 03:30 në pjesën fundore të tregut. Kanë qenë banorët e zonës ata që kanë njoftuar menjëherë zjarrfikset dhe policinë, ndërsa ndërhyrja në kohë ka shmangur djegjen totale të tregut. Situata ka qenë edhe më e rrezikshme për shkak se mbulesa e tregut është prej plastike, çka mund të favorizonte përhapjen e shpejtë të flakëve në të gjithë hapësirën. Nga zjarri janë dëmtuar rënd rreth 25 tregtar, të cilëve u janë djegur produktet dhe mallrët që mbanin në tezga. Shumë prej tyre thonë se nuk kanë arritur të shpëtojnë asgjë. Nuk ka më keq kur të shkojmë. Mbi 10 milion shikoni vetë, se qa malli kam pas, qa shu, në kalon me gishloj. Dum lekë se zbën, dum dërë shpërblim se zbën. Qa produkte kishit? Frutat thata, me ara, me fasule, me qaja, me rigon, me gjithë frutat e thata e ke pas, bajame, fistiqe, gjitha gjë më të shtrenëtën atë e ke pas. Jo, burrat e dushtë malli. Nuk arritë të shpëtoni do të asgjë? Që do shpëtosh zjarrit? Vetëm aty nuk shpëton një. Malli shifet, merret ato që janë aty të verifikohen. Edhe paguhet malli. As gënjem, as i gjaku i keni gjërat. Tani ne jemi lajmëruar nga ora 4 ca që tek puna jon ka rënë një zjarr. Nuk e dim se nga kush ishte shkaku, thjesht ne duam të marrim të drejtën tonë të dëm shpërblehemi. Këtë kërkojmë gjithë. Nuk jam vetëm unë. Demi varion shumë. Juve për shembull? Mund të jetë 1 milion lekë të vjetra. Po ka dhe më të tjerë më shumë, që janë prekur pa mas. Sa vite keni që punoni të Po treg? kemi ja 3 vjet që punojmë këtu, që sa u mbyll tregu, po kemi më përpara punë. Ishte kushte për të marrë zjarr në këtë treg, çfarë mund të ndodhur? Kushtet kanë qenë, mos më thënë, nuk kanë qenë kushtet atje ku duheshin, po ne pranum të hynim nga e keqa, sepse ishtin si mos më keq në për rrugë. Dhe u detyrun të punonin ato kushte. Edhe pse tregu ruhet me roje dhe monitorohet me kamera sigurie, deri tani nuk ka pamje që ndihmojnë në identifikimin e autorëve të mundshëm. Kamera e vendosur pranë zonës së djegur nuk ka filmuar momentin e ngjarjes, pasi pamja është bllokuar nga çadrat dhe mbulesat që tregtarët përdorin për të mbrojtur mallin nga dielli dhe reshjet. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për të zbuluar shkakun e zjarrit. Dyshimet e para janë se flakët mund të jenë vënë qëllimisht.